Përshëndetje dhe mirë se vini në magazinën informative 21 Live News për të ndjekur zhvillimet e ditës. Në media online, gjatë ditës qarkulloi lajmi se gjykata kushtetuese e Kosovës para festave të fundvitit do të publikojë vendimin lidhur me marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe se vendimi i kësaj gjykate do të jetë se asociacioni nuk është në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Lajmi u publikua edhe në disa media jashtë Kosovës, por drejtori i zyrës për informim në gjykatën kushtetuese të Kosovës Veton Dula tha për televizionin ton se lënda për asociacionin ende është në shqyrtim dhe se ende nuk ka ndonjë vendim të gjyqtarëve lidhur me kushtetutshmërinë e kësaj marrëveshje. Ai tha se në momentin kur do të merret vendimi do të publikohet në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë qeveria e Kosovës nëpërmjet një sqarimi për opinion ka bërë me dije se deri tani nuk ka ndërmarrë asnjë veprim në lidhje me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në këtë mënyrë ekzekutivi kosovar ka hedhur poshtë njoftimet se ka filluar hartimi i statutit dhe se është hartuar dekreti qeveritar për asociacionin. Nëpërmjet një komunikate, qeveria sqaron se ka pezulluar të gjitha veprimet në lidhje me këtë marrëveshje në pritje të verdiktit të gjykatës kushtetuese dhe se veprimet e saj të mëtejme do të jenë në përputhje me këtë verdikt. Qeveria bën të ditur se me qëllim që të sigurojë se kjo marrëveshje është në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, ka qenë këmbgulse dhe ka arritur që në marrëveshjen për asociacionin të përfshihet shqyrtimi i kushtetutshmërisë së saj nga ana e gjykatës kushtetuese, që nga vetë marrëveshja, dekreti, statuti dhe çfarëdo amendamentesh të reja që do të mund të propozoheshin. Kriza politike në vend që erdhi si pasojë e kundërshtimit të marrëveshjes për asociacionin dhe demarkacionin me Malin e Zi i ka penguar edhe investimet e huaja në Kosovë, u thanë në një debat të organizuar nga Akademia e Shkencave të Kosovës. Ndërkaq kryeministri Isa Mustafa vlerësoi se politikat qeverisëse mundësojnë qasje të lehtë për investitorët e jashtëm. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ftoi të parin e qeverisë bashkë me ministrat e tij të fushës së ekonomisë në një tryezë për të diskutuar mundësitë e rritjes së investimeve të huaja dhe liberalizimin e tregut. Kryeministri Isa Mustafa tha se liberalizimi i tregut është i domosdoshëm, por sipas tij jo çdoherë ka rezultuar pozitiv. Liberalizimi i tregjeve në kuptimin e të ashtu quajturit konsensusi i Washingtonit nuk është treguar i mjaftueshëm për të kaluar rënien e menjëhershme të outputeve dhe të krizave të njëpasnishme që kanë karakterizuar vendet në tranzicion në fillim të viteve të 90-ta. Për më tepër në fazat ndryshme edhe të hershme, liberalizimi ka qenë edhe si një prej burimeve të shumë krizave në ekonomi. Ministre e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami tha se nuk mund të ketë qëndrueshmëritë e zhvillimit ekonomik nëse nuk ka investimet e huaja. Sipas saj, kolapsi institucional gjatë vitit 2014 ka ulur dukshëm investimet nga jashtë, por ajo thotë se viti që po e lëm pas është më pozitiv në këtë aspekt. Ka qenë në vitin 2014 kur niveli investimeve të huaja direkte ka ra në 151 milion. Gjatë vitit 2015 dhe për shkak të reformave që kemi ndërmarrë strukturale si qeveria e Republikës së Kosovës, kemi pasur një ngritje të dukshme dhe deri në tetor kemi arritur që të kemi, domethënë janar 30 shtator kemi arritur që të tërheqim 270 milion euro investimet e huaja direkte dhe për shkak të implementimit të pakos së re fiskale nga 1 shtatorin e presim që në fakt kjo shumë investimeve të kaloj 350 milion. Profesori universitar, një herësh kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik Muhamet Mustafa, vlerëson se duhet ndryshuar politikat për të pasur rritje të investimeve të huaja. Masat e politikave ekonomika, po më mirë të quajmë politikat aktive industriale, duhet të përqendrohen në politikat të ashtu quajtura nga ana ofertës apo supply side measures. Për arsye se këto ndikojnë në krijimin e forcave konkurruese, rritjen e produktivitetit, rritjen e burimeve njerëzore dhe krijojnë kushte për një rritje të qëndrueshme afatgjate ekonomike. Megjithse nuk ishte panelist në këtë diskutim, akademik Nejat Daci pati një këshill për kryeministrin Isa Mustafa dhe ministrat e tij në rrafshin ekonomik. Do të ishin vendi i parë ende në tranzicion që do të krijonte institucionet për menaxhimin e krizave sociale dhe të mjedisit.
Në këtë truez u theksua se trendi jo i favorshëm i investimeve të huaja lidhet edhe me krizën ekonomike në Evropë dhe me gjerë. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje sot e kanë gjuajtur me vezë Ministrin e Zhvillimit Ekonomik Vleran Stavilecin. Përmes një njoftimi, vetëvendosje thot se ky aksion kundër Stavilecit u bë me qëllim që t'i tregohet edhe njëherë qeverisë së Kosovës se pa u tërhequr marrëveshjet me Serbinë dhe demarkacioni me Malin e Zi nuk do të ketë qetësi dhe rehati për ministrat. Vetëvendosje konsideron se Ministri Stavileci është një nga përgjegjësit për shkatrimin ekonomik të Kosovës. Për krizën politike në Kosovë, sot ka folur edhe politikani dhe shkrimtari nga Shqipëria, Ben Blushi. Ndër të tjera, ai ka thënë se ish lideri vetëvendosjes Albin Kurti duhet të jetë politikan e jo martir. Derisa lideret kosovar kritikuan BE-n për diskriminim të Kosovës në çështjen e liberalizimit të vizave, Blushi tha se Kosova ende nuk e meriton liberalizimin. Shoqëria kosovare po i kërkon vizat, por ajo s'është gati që t'i marrë ato. Nuk i meriton. Ishte ky vlerësimi i deputetit të Partisë Socialiste të Shqipërisë, njëherësh shkrimtarit Ben Blushi. Ai në tryezën fol hapur në Prishtinë organizuar nga lëvizja fol tha se ka ardhur koha që shqiptarët të flasin hapur për problemet e tyre, duke mos i fajsuar të tjerët për to. S'keni qenë gati. Parikisht s'keni qenë gati. Nëse në Kosovë po ndërtohet një lëvizje mendimi dhe politike e cila thot për gjithçka në histori faj na kanë tjerët, dhe ndërton një mur e paranoje në Kosovë. Pra, Amerikanët kanë faj që na shlirun. Serbët janë kedera, mund na marrin prap. Europianët janë ata që janë, s'na japin vizat. Edhe ku shkon kjo shoqëri? Ju po izoloheni. Nëse besoni që për gjithçka e kanë fajin tjerët dhe ju nuk keni asnjë faj. Këtë më the pra, sapo më the. Ti tund kohën kur unë them nuk i meritoni vizat, unë them që nuk i meritoni. Politikani nga Shqipëria foli edhe për përplasjet në Kosovë pushtet opozit. Tha se kjo është koha më e vështirë për Kosovën prej pavarësisë e këndej. Albin Kurti ndërkaq e porositit që të mos bëhet martir, por politikan. Unë them që ka mënyra politike për të zgjidhur të konfliktin në Kosovë. Ka, po jo në mënyrë me martir. Unë nuk pranoj që guri, druri, sendet, xhamut, gazi i sjelljes mund të jetë element politik, nuk janë për mua. Vetëvendosja është një mundësi për të kanalizuar inatin e qytetarëve të Kosovës në mënyrë civile. Dhe nuk duhet të abortoni këtë mundësi. Për fat mirë Albini nuk shef televizor aty ku është. Po unë shpresoj që Albini të realisht jam shumë serioz. Unë kam shumë simpati për Albinin. Albini duhet bëhet politikan, jo martir. Kjo nuk ju vlen. Sipas Blushit, Kosova nuk mund të ketë kurfar rreziku nga Serbia. Ai mendon se korrupsioni është kërcënimi më i madh për Kosovën. Kosova nuk ka më frikë Serbinë dhe nuk ka arsye ta ketë frikë. Serbia nuk ka çfarë i merr Kosovës më. As territor, as njerëz, as pasuritë, as komunat. Kjo paranojë nuk besoj se është funksionale. Kush beson që rrezikon më shumë Kosovën sot? Serbia apo korrupsioni? Ju si mendoni? Po pra, gjithë njerëzit që kanë pyetur Kosovë ka dhënë njërin përgjigje. Korrupsioni është një sëmundje e jona, ai është shtet tjetër. Nëse ne arrijmë të jemi shtete të forta, stabilizuara, që garantojmë punësim, garantojmë harmoni, garantojmë paqe, kemi institucione të drejta, japim drejtësi. Drejtësia nuk blehet, vendi punës nuk blehet, shkolla nuk blehet, diploma nuk blehet, pra nuk ka korrupsion masiv. Kjo do thotë do jemi shtet më i fortë. Blushi bëri thirrje për paqe me Serbinë dhe bashkëtesë me qytetarët e komunitetit serb. Bashkëtesa sipas tij nuk është zgjedhje, por detyrim. Flasim tani edhe për zhvillimet në vendet njëherë. Antarët e Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri nga radhët e opozitës i bën thirrje kolegëve të tyre opozitar të kthehen në komision, duke thënë se siguria e vendit duhet i bashkojë të gjithë. Mungesa e opozitës u cilësua si sfida më e madhe në punën njëvjeçare të këtij komisioni. Opozita lëkundet nga qëndrimi saj për të bojkotuar komisionet në kuvend. Mungoi edhe sot në Komisionin për Punë të Brendshme dhe Siguri. Por edhe kolegët e tyre nga opozita u bën thirrje që të kthehen në komision. Thanë se si kur më parë është e nevojshme prezenca e opozitarëve sepse së fundi siguria në vend po kërcënohet. Fundit ne kemi të bëjmë me ngritjen e kërcënimeve
ndaj shtetit Kosovës, fillon nga ato që gjenerohen brenda Kosovës deri tek ato që mund të jenë të importuara. Unë vetëm bëj thirrje se në këto rrethana ku është pyetje siguria nacionale, të gjithë antarët e komisionit duhet të dalin mbi politikat e partive politike, të jenë pjesë e komisionit. Opozita duhet të jenë pjesë e punës, sidomos në aspektin funksional në komisioneve, që dhe që të dhënë kontributin e vetë pa mohueshëm në këtë drejtim, sidomos në shqyrtimin e aspekte apo vlerave njerëzore apo edhe kombëtare, për që ka të bëjë me sigurinë. U kërkua sqarim edhe nga antarët e Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri nga radhët e pakicave të raportojnë për pjesëmarrjen në një konferencë në Beograd. Ata bën të ditur se u trajtuan njësoj sikurse delegacionet e tjera. Dialog koji je održan u Beogradu 26. i 27. Mund të them se kemi qenë mjaft mirë të pranuar nga ana e organizatores. Zonja Marja Obradović na ka pritur dhe na ka prezantuar si përfaqësues të delegacionit kosovar. Këtu janë edhe kolegët që mund të dëshmojnë. Ato që ka qenë diçka të re posaçërisht për mu, lidhur me këto që po e përcjellim çdo ditë, domethënë një çështje qeverisë Serbisë ose shtetit Serbisë dhe Kosovës, kemi pas tretman si një delegacion barabart me 9 delegacion të tjera ose me 8 të tjera. Në mbledhjen e Komisionit për Punë të Brendshme dhe Sigurinë, të cilin u komentua puna një vjeçare, Komisionit u dhanë një sër rekomandimesh për Policinë e Kosovës, duke u miratuar kështu raporti për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për policinë. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Dalloway, premtoi ndihmë të qeverisë amerikane për zhvillimin e FSK-s. Ai mori pjesë në një ceremoni në Prizren ku FSK-s ju dhuruan pajisje për deminim. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Dalloway, sot ka marrë pjesë në ceremoninë e përmbylljes së trajnimit 3 javor të nivelit të parë për trajnim të trajnerëve në njësitin e deminimit të mjeteve shpërthyese dhe në ceremoninë e dhurimit të pajisjeve për deminim në njësinë e FSK-s në Prizren. Ambasadori Amerikan Dalloway me këtë rast ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë përkrajen për forcën e sigurisë së Kosovës dhe se puna e trajnerëve që sapo kanë përfunduar trajnimin do ta bëjë Kosovën më të sigurt dhe një gjë e tillë VOAI bëhet përmes bartjes së përvojave tek pjesëtarët e FSK-s. Ne jemi vazhdimisht afër kësaj force përmes mbështetjes së ndryshme. Trajnimet e pjesëtarëve të FSK-s bën në aspektin e krijimit të një ambienti më të sigurt në Kosovë dhe se bartja e përvojave nga oficerët amerikanë tek pjesëtarët e FSK-s është mundësia më e mirë një gjendje të sigurt dhe të favorshme për qytetarët e Kosovës. Ndërkaq ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Aki Demolli, tha se nga viti 1999 deri më tani janë pastruar nga minat dhe mjetet tjera shpërthyese mbi 50 milion metra katror, ndërsa janë zbuluar mbi 90.000 mina ose mjete të pashpërthyera. Ministri Demolli ka falenderuar ambasadorin për mbështetjen e vazhdueshme që bëjë shteti amerikan për ngritjen e kapaciteteve të FSK-s. Që nga viti 1999 e këtej, nga minat dhe mjetet e tjera shpërthyese janë spastruar mbi 50 milion metra katror dhe janë gjetur afro 90.000 mina dhe mjete eksplozive të pashpërthyera. I tërë ky sukses nuk do të ishte arritur pa ndihmën e miqve tanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët në mënyrë të vazhdueshme kanë ndihmuar dhe kontribuar në ngritjen, pajisjen dhe profesionalizimin e njësiteve të deminimit. Gjatë ceremonisë së sotme, 15 pjesëtarë të FSK-s janë certifikuar nga pjesëtarët e ushtrisë amerikane në fushën e deminimit të zonave të minuara, ndërkaq forcës së sigurisë së Kosovës nga ambasada amerikane janë dhuruar pajisje për deminimin e zonave të minuara në vlerë për $195.000 amerikan. Pjesë e kësaj ngjarje ishte edhe komandanti i FSK-s Rahman Rama. Për investimet në infrastrukturë, Komuna e Prishtinës gjatë vitit 2015 ka shpenzuar mbi 13 milion euro. Kështu tha drejtori i infrastrukturës në Komunën e Prishtinës Hysen Durmishi. Ai tha se investimet më të mëdha u bën në rregullimin e trotuareve, rrugëve, platove e deri tek ndriçimi i disa lagjeve.
Rrugët që janë asfaltuar në kryeqytet dhe në fshatrat e komunës së Prishtinës, rregullimi i rrjeteve të kanalizimit, i trotuareve, projekte të tjera, deri tek platoja e lagjes Dardania e bëjnë vitin 2015 vit të infrastrukturës në komunën e Prishtinës. Kështu vlerësoi drejtori i infrastrukturës në komunën e Prishtinës, Hysen Durmishi. Ndërtimi i rrugëve që ka ndodhur gjatë vitit 2015, gjithsej kemi realizuar 135.3 kilometra rrugë. Prej këtyre 135.3 kilometrave, 86.54 kilometra janë rrugë të asfaltuara. Ndërsa 48.76 kilometra janë rrugë të cilat kanë përfunduar të gjitha fazat përveç asfaltit. Drejtori Durmishi shtoi se në vitet e kaluara nuk ka qenë mundur të shpenzohet aq shumë sa është shpenzuar këtë vit për infrastrukturë. Bërime diese sa i përket infrastrukturës, një projekt ka dështuar në vitin 2015. Dhe tani po e shihni këtë shifrën 13.330.000, që janë shpenzime në projekte të infrastrukturës. Do të thënë, ne kemi kontrata të nënshkruara në vlerësh më të madhe se sa që kemi pas buxhet. Unë nuk hezitoj ta them se kemi dështuar ta ndërtojmë kolektorin mbi lumin mat në lagjen Kalabria. Të gjitha këto mjete të cilat nuk janë shpenzuar bartën për vitin tjetër. Ditë më parë në përmedje qarkulloi lajmi se drejtori i infrastrukturës në komunën e Prishtinës, Hysen Durmishi, i ka dhënë tendere kompanisë në të cilën ai kishte punuar. Durmishi u shpreh se ai nuk mundet t'ia ndalojë asnjë kompanie të nënshkruajë kontratë me komunën e Prishtinës nëse i përmbush kushtet. Sipas tij, këto janë spekulime mediale. Agjencia për investime dhe për krajën e ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa, përzgjodhi eksportuesit më të suksesshëm të vitit në kategorinë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Me këtë rast u kërkua mbështetje më e madhe institucionale për eksportuesit e vendit. Në përfundim të vitit, Kiesa ndau mirënjohjet e merituara kompanive të dalluara për eksportin në rajon dhe më gjerë. U tha se prodhimi e me këtë edhe eksporti mbeten shtyllat e zhvillimit ekonomik. Në zhvillimin ekonomik, akteri kryesor janë kompanitë private, e brenda tyre pastaj akteri kryesor janë kompanitë prodhuese dhe ose eksportuese. Prandaj kompanitë prodhuese kosovare dhe ato eksportuese, me një fjalë mund të themi se do të jenë në të ardhmen, vetëm janë dhe do të vazhdojnë të jenë si boshti kryesor i zhvillimit ekonomik dhe zhvillimit social dhe socio-ekonomik të Kosovës. Kryetari i shoqatës së eksportuesve të Kosovës, Nejat Hasani, tha se për eksport më të suksesshëm do të bërë edhe identifikimin e produkteve që mund të jenë konkurrent në tregun e jashtëm. Qëllimi kryesor dhe i fundit i KEAS është ta bëj prezantimin dhe gjithashtu identifikimin e produkteve strategjike të cilat prodhohen në Kosovë. E cekun do të thotë verrat, i cekun industrinë metalike, i cekun mineralit, do të thotë Kosova duhet të identifikohet me ato produkte të cilat ka potencial dhe mund të jetë në tregjet ndërkombëtare. Në përzgjedhjen e së vjetme nuk u përfshin kompanitë e mëdha, kurse në konkurrencën ishin ato mikro, të vogla dhe të mesme. Kompania Eurofruti nga Prishtina u vlerësua si top eksportues në kategorinë e kompanive mikro, Amo nga Klina në ato të vogla, ndërkaq top eksportues i vitit në kategorinë e ndërmarrjeve të mesme u vlerësua prodhuesi lëngjeve Frutex nga Suareka. Faleminderit Agjencionit për promovimin e investimeve dhe shoqatës eksportuesve. Kompania Frutex këtë vit ka eksportuar në rreth 15 vende, kurse për herë parë kemi filluar me eksport në Gjermani, Britani të Madhe, pastaj në 3 vende të Afrikës, Senegal, Guinea Bissau dhe në Mali. Rreth 40% e bruto prodhimit do të shkon për eksport. Shpresojmë që brenda 3 viteve të ardhshme kjo shifër të kalojë në 60%, natyrisht me mbështetje të institucioneve, të cilët qoftë përmes ndryshimeve të politika fiskale apo mbështetje në promovimin e produkteve kosovare në tregjet dhe shpresojmë që të gjejmë tregje të reja. Takimi sotu me bizneset u shfrytëzua edhe për një bashkëbisedim me përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë për sfidat me të cilat ballafaqohen bizneset e vendit.
Ministri i Arsimit Arsim Bajrami këtë fundvit i ka liruar nga pagesa e konviktit dhe mensës gjithsej 935 student për vitin 2016. Nga ky vendim i ministrit Bajrami, përfitues do të jenë 10 student invalid të luftës, 200 student fëmijë të dëshmorëve, 180 student fëmijë të invalidëve të luftës, 10 student veteran të luftës dhe 20 student invalid civil të luftës. Këta student do të lirohen tërësisht prej pagesave dhe detyrimeve, ndërsa 15 student me nevoja të veçanta dhe 270 student të cilët janë më shumë se një student nga një familje do të lirohen tërësisht prej pagesës për banim në konvikte. Gjithashtu, 2 kategori të tjera që përfshin 200 student të familjeve përfituese të asistencës sociale dhe 30 student fëmijë të pagjeturve do të lirohen vetëm 50% nga pagesa e banimit. Në ishpronën e një malazezi në Dubovc të Vushtrisë, tani pronë e shqiptarve janë gjetur mbetje mortore të 9 personave, kafkat e të cilëve ishin të shpuar me plumba. Për këto mbetje njoftoi një grua nga Dubovci i Vushtrisë, familja e të cilës kishte hasur në to gjatë hapjes së themelit të shtëpisë. Mbetjet mortore të 9 personave dyshohet se janë të luftës së dytë botërore. Shemsedin Preteni, zëdhënës i komunës së Vushtrisë, ka thënë se zyrtarët komunal kanë dalë në vendin e ngjarjes menjëherë. Ata kanë ftuar autoritetet e Bashkisë Islame në Vushtri për t'i varrosur eshtrat, por paraprakisht do të bëhet ekspertiza nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Flasim tani për problemet me të cilat po përballen personat e verbër në Kosovë, e këto probleme nuk janë përfshirë në ligj. Shoqata e personave të verbër kërkoi që të gjitha problemet që i preokupojnë ata të përfshihen në ligj dhe ligji të zbatohet në përpikri. Personat e verbër në Kosovë konsiderojnë se për pasojë të mosbatimit të ligjit për këtë kategori shoqërore ata po përballen me probleme të ndryshme. Kryetari i shoqatës së personave të verbër, Bujar Kadriu, thotë se moszbatimi i ligjit përbën një shkelje të drejtave të personave të verbër. Këto shkelje janë evidente, sidomos te tatimi, domethënë thjesht në pronë apo të beneficionet tjera që dalin nga ligji ku personat e verbër janë lirum nga shërbimet komunale. Kjo çështje u diskutua edhe në Komisionin për të drejtat e njeriut, para të cilit shfaqen shqetësimet e tyre antar nga Komiteti Grave të Verbëra të Kosovës. Bajram Shaha Jetullahu tha se komiteti përballet me hallet të jashtëzakonshme pikërisht për shkak të ligjit. Përveç nenit shtat, i cili ka të bëjë me disa pagesa, ndërsa nenet tjera absolut janë dëvdekura. Edhe Halil Kurmejan nga ky komitet tha se pajisja me libreza është një tjetër problem me cilin po ballafaqohen personat e verbër. Po pajisen nga një organizatë jo qeveritare që është shoqata e verbërve, ku me çast atyre po ju kërkohet të paguajnë antarësi. Ky komunitet po has në vështirësi duke pas parasysh faktin se po obligohen të paguajnë një shumë të madhe parash. Në anën tjetër, kryetaria e Komisionit për të drejtat të njeriut, Lirie Kajtazi, tha se kjo çështje kërkon një trajtim të gjerë. Me kujdesin që të shohim edhe tek të gjithë ata që i obligohen të kërkojnë pak më shumë, edhe për kujdesje edhe një përkushtim më të theksum në mënyrë që të arrihet tek një zgjidhje. Mirë po, kryetari i shoqatës së të verbërve, Bujar Kadriu, tha se libreza është një dokument, në bazë të cilit një të verbëri i njihet të drejta e shfrytëzimit të beneficioneve që i parasheh ligji. Ne detyrohemi ndaj ligjit thjesht të zbatojmë ato që është pjesë e jona. Librezat e shoqatës së verbërve Kosovës dallojnë nga librezat e antarësisë. Pra dyshim që unë e di që është një problem, dhe e di domosdoshmë që ky problem është duke u sjell burrë gjatë nga njerëz të ekspertë që e quajnë veten ekspertë, ata praktikisht nuk di se mbas solit nën apo solit ligj mendojnë që thjesht kjo është kundërshtim i ligjit. Komisioni për të drejtat e njeriut miratoi edhe propozimin e rregullores për procedurat e zgjedhjes dhe shkarkimit të avokatit të popullit dhe zëvendësve të avokatit të popullit. Fëmijët e shtrirë në klinikën e pediatrisë, psikiatrisë dhe kirurgjisë në QKUK janë gëzuar sot duratave që për ta i kishte dërguar iniciativa Babadimri Ekziston.
Nisma vullnetare me moton Babadimri ekziston, mblodhi para, rroba dhe gjësende tjera të ndryshme dhe disa prej tyre në formë dhuratash u shpërndau fëmijëve të shtrirë në klinikën pediatrike. Natë me partner. Nita Zeqiri, vullnetare e kësaj iniciative, thot se këtë vit është rritur mbështetja krahasuar me vitin e kaluar. Si vjeti kemi paketu 1400 dhurata, në me thonë kemi shtu numërin për 400 dhurata më shumë se sa vitin e kaluar, dhe po i shpërndojmë në pediatri, në psikiatri të fëmijëve, në kirurgji të fëmijëve sot, dhe pastaj në bashkëpunim me projektin dhe kryqjen e kojës do t'i shpërndojmë edhe dhurata tjera në për familje cilat janë me kushte ekonomike të dobta. Ndërsa Muharrem Avdiu, drejtori i klinikës së pediatrisë, tha se këta fëmijë meritojnë vizita si kjo e Babadimrit. Para këtyre kamerave duhet të dalin donatorët, ata që u ka rënë mend që ekziston klinika e pediatrisë, që janë fëmijët këtu, fëmijët e smur, fëmijët tanë, dhe këta fëmijë që meritojnë me u vizitu dhe meritojnë me u bë më të lehtë qëndrimin e klinikën e pediatrisë. Iniciativa Babadimri ekziston, vitin e kaluar ka bërë dhurata për fëmijët e shtrirë në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, si dhe për fëmijët e familjeve që jetojnë në fushën e pajtimit, ata që jetojnë në të ashtu quajturën lagja e Kuvajtit dhe tek disa familje në lagjën Kolovic të Prishtinës. Dhurata shpërndan edhe për banorët e shtëpisë së pleqve. Faleminderit Babadimër. Faleminderit. Zhvillimet e kulturës i sjell kolegu Lorek Bakia. Përshëndetje Lorek. Mirëmbrëma. Fillojmë me çmimet Rexhai Suroi që u ndan sot. Ashtu është, grupi Koha ka dhënë çmimet Rexhai Suroi për letërsi dhe për gazetari. E mirënjohja për vepër jetësore i është dhënë violinisës Pranvera Badivuku, ndërka çmimin për gazetari u ka dhënë gazetarës së Koha ditore Saranda Ramaj, si dhe çmimin për romanin më të mirë shqiptar e ka marrë autorja Mira Meksi me romanin e saj Mallkimi i priftëreshave të Ilirisë. Grupi Koha nderoi me shpërblimet Rexhai Suroi për letërsi e gazetari. Ceremonia tashmë tradicionale u zhvillua në prani zyrtarësh të lartë politik, personalitetësh të kulturës dhe krijuesësh letrare gazetar. Çmimi për gazetari të shkruar e fitoi gazetarja e Kohës ditore Saranda Ramaj me shkrimin Rruga e citostatikëve. Përsëri shëndetësia nuk është konsideru prioritet, ndonë se është proklamuesi i tillë, dhe përsëri në fakt si vjet është bërë zvogëlim i buxhetit për citostatik, që nënkupton që edhe viteve tjera pacientët smur me kancer do të marrin trajtim jo dinjitos. Ndërsa çmimin mirënjohja për vepër jetësore i u dha violinisës Pranvera Badivuku. Ajo tha se nuk e kishte pritur se do të nderohej me këtë çmim. Kurse kam menduar se një ditë nga ky institucion kaq me vlerë dhe dinjitos, unë për jo vetëm për mua, por edhe për krejt shoqërinë tonë, do të vlerësohem me një çmim kaq të lartë. Për mua është kjo një nder tepër e madhe. S'kam mendu se do të ngjitem në këtë skenë dhe do t'ju drejtohem edhe juve kështu me disa fjalë. Çmimin për romanin më të mirë shqiptar 2015 e fitoi autorja Mira Meksi me romanin Mallkimi i priftëreshave të Ilirisë. Ky çmim është një çmim që tashmë ka krijuar traditë, ka krijuar, si të thuash, gur të rëndësishëm të vendosur në themelet e ngrehinës së gjithë sistemit të vlerave të letrave shqipe, dhe kjo është shumë e rëndësishme, besoj. Nga ana tjetër, jam shumë emocionuar dhe më ka sjellë një kënaqësi shumë të madhe tashti gati lumturi. Më këtë rast është promovuar vepra e Musli Omegës me titull Dosja Pronto, vepër kjo e cila do të dalë nga shtypi në janar të vitit që vjen. Që është shkruar? Dosja Pronto. Nga arkivi i superagentit sekret, Musli Omega. Demek nga arkivi jema, po qysha ka marrë menja këtyne me marrë arkivin tem edhe me bë libër.
Instituti për mbrojtjen e monumenteve të Kosovës ka prezantuar punën 1 vjeçare në fushën e trashëgimisë kulturore. E me këtë rast viti 2015 është cilësuar si më i suksesshëm në 15 vjetët të fundit të punës së këtij instituti. Po ashtu është theksuar nevoja për një bashkëpunim më intenziv në këtë fushë në mes të Kosovës dhe të Shqipërisë. Në këtë rast është bërë edhe ndarja e çmimeve për fotografinë më të mirë në kuadër të projektit Wiki Loves Monuments. Në një takim me përfaqësues të institucioneve të ndryshme të kulturës u prezantua puna e Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, si dhe u bë ndarja e çmimeve për fituesit e garës për fotografitë më të bukura të monumenteve të Kosovës dhe Shqipërisë, Wiki Loves Monuments. Me këtë rast, drejtori i Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Alban Bakia, tha se viti 2015 ka qenë viti më i suksesshëm i këtij instituti në 15 vjetët e fundit. Megjithatë, instituti i mungon një pozicionim në ligj në kuptimin e veprimtarisë boshtë. Drejtoresha e Departamentit për Trashëgimi Kulturore në kuadër të Ministrisë së Kulturës së Kosovës, Vjolca Aliu, lavdëroi angazhimin e Institutit për mbrojtjen e monumenteve, sipas së cilës ka kryer projekte të rëndësishme në drejtim të mbrojtjes së trashëgimisë së Kosovës. Në veçanti sistemimi i dokumentacionit, ashtu siç u tha edhe më herët që nuk është punuar deri më tash, ndoshta jo pse nuk kanë pasur mbështetje, kjo nuk qëndron, po për faktin që nuk ka qenë ndoshta edhe prioritet. Në këtë takim u bë edhe ndarja e çmimeve për fituesit e garës për fotografitë më të bukura të monumenteve të Kosovës dhe Shqipërisë, Wiki Loves Monuments, të organizuar nga Flosk. Fituesi i kësaj gare për Kosovë në mesin e 1200 fotografive të dërguara nga Kosova dhe Shqipëria ishte fotografi Arben Lapashtica me fotografinë e realizuar në lokalitetin e Ulpianës Antike. Qëllimi ka qenë promovimi i monumenteve të Kosovës dhe Shqipërisë në botë, sigurisht në hapësirën virtuale së pari, po edhe në çfarëdo mënyre tjetër që personat që i shohin këto fotografi e shohin të arsyeshme me kurse që të ceket autori. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, i cili ishte i pranishëm në këtë aktivitet, theksoi nevojën e një bashkëpunimi më intenziv mes Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e trashëgimisë kulturore. Kur themi jemi një, në radhë parë do të kemi parasysh rrënjët që na bën ne të një. Kultura, tradita, historia, zakonet. Trashëgimia kulturore nuk mund të përklasë thjesht një shteti. Trashëgimia kulturore i përket kombit. Wiki Loves Monuments është garë ndërkombëtare që organizohet çdo vit nga Wikimedia, duke ftuar vullnetar nga gjithë bota që të paraqesin fotografi të monumenteve të cilat mund të përdoren lirshëm nga Wikipedia dhe platforma të tjera. Një shfaqje edhe në premier ka me parë në teatrin Dodona, është shfaqur edhe në New York, konkretisht në Manhattan atje, dhe kemi raportin që na vije nga korrespondenti Halil Mula. Ishim 4 veta taki. Unë ti dhe dy njerëz që shtirësh, se jemi 4 të vetur të vogël, ngucësh. Në Manhattan të New Yorkut, konkretisht në Producers Club, është dhënë shfaqja teatrit Dodona, lojë martese, me regji të Kaltrin Balajt, me aktorët Vlora Nikçi e Armend Baloku. Kjo shfaqje u prit mjaft mirë nga spektatorët, të cilët mbushën sallën gjatë 4 reprizave që pati shfaqja. Ndonse pati mjaft shikues, një pjesë e shikuesve patën vrejtje në gjuhën e përdorur dhe në veshjen e aktorës, të cilat thanë se është dashur të jenë më të përmbajtura dhe jo aq të lira e të yndyrshme. Por aktorët e kësaj shfaqjeje e vlerësuan pozitivisht performancën dhe publikun. Nuk po ndihmon! E veçanta është se kemi gjetur njerëz shumë të ngritur, njerëz që janë të shkolluar, njerëz që japin kontribut në shtetin Amerikan, në çdo fushë të jetës, qoftë kulturore, qoftë politike apo fushave të tjera, dhe gjitha këto na bën që me u ndih mirë edhe më shumë se ku kemi ardhur dhe para kujt po prezantojmë punën tonë. Vërtet kam pas një emocion të veçantë, besavesë shpeshherë dhe më ka kapluar edhe një farë lloj frige, sepse ndoshta nga përgjegjësia e madhe se asnjëherë s'kam luajtur shfaqje këtu, ka qenë hera e parë dhe na kemi vendosur një herë me bë shfaqjen vetëm një ditë, po kem pas një interesim shumë të madh të njerëzve dhe atëherë veç e kam pas se njerëzit janë shumë të gatshëm ardh. Loja e martesës ishte perfekt. Jam shumë emocionume, kolektivi pisho shumë mirë.
shumë emocionume, pse unë jam që një kohë këtu, edhe nuk i kom pa që një kohë gjatë, edhe këta dollën shumë mirë sonte. Sponzori shfaqjes ishin Asambleisti i Shtetit të New Yorkut, Mark Gjonaj, shoqata Rugova dhe kompania Linke Valon Nikqit. Të nderuar shikues, këtu e përfundon magazinën informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.